Bravo! Hajde. Tamam. Kam gjetë që këtë, kjo është... Të 17 vjeqe, në Francë në moshën 8 vjeqe, gati të rënon. Domethënë unë jam rrit këto, edhe fatkeqësisht do kam ujtë motet në Shqipëri. Shteti jem më mungën shumë, sinqerisht shumë. Edhe sot deshta me thonë 2-3 fjallë, nuk është diçka gjatë, po mendoj se është diçka si do të jeni mirë. Në motin 1912, Ismail Qemali ngriti flamurin dhe çliroi Shqipërinë nga armiqët e huaj. Sot është rradha jonë të shpëtojmë nga armiqët e mbrëmshëm, që për më shumë se 30 vite kanë grabur shpresën, dignitetin dhe të ardhmen e shqiptarëve. Shqiptarët bashkohuni me Shqipërinë. Shqiptar bashkohemi me Shqipërinë! Unë jam Alfred Lemezhi, jam nga Lezhë. Unë sot do ju bëja thirrje Karina dhe të rejeve që ndodhen sot aktualisht në Shqipëri. Luftoni që ta ndërtoni të ardhmen tuaj atje në Shqipëri. Mos na merrni për shembull ne emigrantëve. Jemi shembulli më i keq, sepse ne zgjodhëm rrugën më të lehtë, emigruam, duke i lënë në dorë fatin e Shqipërisë atyre maskareve. Dhe sot Shqipëria ndodhet në këtë situatë. Një mesazh për Edi Ramën, i cili del dhe thotë që po ika unë kush do drejtoj Shqipërinë në Bashkinë Evropiane. Edi Rama, ne shqiptarët e kemi arritur Bashkinë Evropiane dhe pa ty. Ke gati gjysmën e shqiptarëve në popullsi europiane. Dhe kjo do të ishte një shqetësim për ju. Kjo është vajza ime, u largua nga Shqipëria kur ishte vetëm një vit e gjys, sepse ju i volët të ardhën. Dhe sot nga emigrimi u thotë, Rama ik, që të mund të rikthehemi ne. Faleminderit. Bravo!